erdhi nga Argentina e largët për të luajtur në futbollin shqiptar, fillimisht tek Erzeni e tani tek Prishtina e re. Bëhet fjalë për mesfushorin Agustin Roja, i cili po kalon një sezon shumë të mirë në ligën e parë dhe është ndër futbollistët më të dalluar te klubi nga Hajvalia, që po synon inkuadrimin në Superlig edicionin e ardhshëm. Roja, si njohur si Tuku, tregon se si erdhi nga Argentina në futbollin tonë. Buenas tardes. Rrugëtimi im s'ka qenë i lehtë. Menaxheri im në Argjentinë dhe kompania Ball Trotter në Prishtinë kanë kriju raporte mes vete dhe unë kam lëviz fillimisht tek Erzeni në Shqipëri e më pas kemi vendosur së bashku që të kaloj tek Prishtina e re. Klubi më ka prit shumë mirë. Unë jam shumë falënderues ndaj klubit për gjithçka deri më tani. Bueno, futbolísticamente para mí. Mesfushori thotë se futbolli kosovar me atë argjentinas nuk dallon shumë. No, el tema fútbol. Kualiteti i futbollit këtu më ka ndihmuar si në aspektin teknik, ashtu edhe futbollistik. Nuk dallon shumë futbolli nga Argentina. Vetë atje ka shumë pasion, po ashtu edhe baza dhe formimi është pak më ndryshe. Në fillim e kisha të vështirë, shkaku edhe i gjuhës, por tani po ndihem shumë më mirë dhe gjithçka po shkon siç duhet. Pero después el tema futbolístico. Dëshira e tij është të shpallet kampion me Prishtinën e re, ku më pas synon ta vazhdoj kontratën. No, yo confío mucho en. Vitin e kaluar nuk u inkuadruam për pak në Superlig, por këtë sezon jemi shumë më mirë. Jemi më konkurrues dhe me pikat që kemi marrë deri më tani, jemi të bindur që do të futemi në Superlig. Kam vendosur që do të qëndroj edhe një sezon tek Prishtina e re. Ekipi, lojtarët dhe stafi janë shumë të mirë me mua. Në fund, Roja tregon disa fjalë shqip që i ka mësuar dhe se çfarë përshtypje i ka lënë kryeqyteti kosovar. Tek qyteti i Prishtinës jam adaptuar mirë, kam ardhur këtu me të dashurën. Normalisht vendi dallon me Argentinën, edhe në aspektin kulturor, por kam mësuar shumë vende dhe ndihem shumë komod këtu.